Bismillahirrahmanirrahim. Shkurtimisht jemi sot me një porosi të Gjibrilit alayhi salatu wassalam, duke ja dhënë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Por që s'ka dyshim që kjo porosi që ka jepët pejgamberit alayhi salam, apo kjo shpalosje e një të vërtete që s'mundet kushi ta bëj ndryshe dhe s'mundet kushi t'i shmanget kësaj të vërtete, pa dyshim që na flet edhe ne. Tregon pra vet, i dashur i zemrave tona, Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe thot: pra një ditë prej ditësh më erdhi Gjibrili alayhi salatu wassalam dhe më tha: ja Muhammed, o ti Muhammed alayhi salatu wassalam, aish ma shi'ta fa innaka mayitun. Jeto si të duash, por mos harro që një ditë do të vdesësh. Dhe kjo jeto si të duash nuk është hapësirë që ti bëj pra çka të duash. Pra nuk është hapësirë që ty çka do që të kujtohet mendjen tënde dhe ta bësh. Apo nuk është hapësirë që këtu njeriu është i lirë më për të bërë edhe të mirat edhe të këqijat. Pra njeriu në zgjedhje është i lirë. Por fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, jeto si të duash, është paraprakisht një paralajmërim. Pra jeto si të duash, por kujdes si jeton. Pse? Nga se në fund të pret vdekja, dhe pas vdekjes përfundon mundësia, fillon llogaria. Është e njëjta sikurse vëllezërit tanë të cilët shkojnë në mërgim, ose kur dikushi ta lën kujdes për diçka dhe të thot: shiko, kjo shtëpia është si e jotja, pra bëj çka të dush në këtë shtëpi. Por pastaj të kujton e të thot: mos harro që pronari vërtet jam unë. Pra bëj çka të dush në këtë shtëpi, por kujdes çka bën, se mos e dëmtosh diçka, se unë jam pronari i vërtet i saj. E tash edhe këtu kur na thuhet jetoni si të doni, kjo është paraprakisht një paralajmërim që kujdes si jetoni. Nga se fa innaka mayitun, edhe ti të pret vdekja. Rinia e mashtron shpesh të riun, sepse atëherë ai ka shumë shpresë, dhe shpresa e madhe që ka e bën që ai disa nga detyrimet e tija, disa nga përgjegjësitë e tija që i ka, pra t'ja anashkaloj, t'i neglizhoj, t'i marrë si diçka jo të rëndësishme. Mirë po, që duhet me e ditur se sado e dhimbshme me qenë, vdekja mund të na kap edhe duke qenë të rinj. Pra me gjithë se jemi të rinj, nuk duhet me u mashtru, sepse edhe si të rinj, neve jemi pjesë e vdekjes. Nga ana tjetër, edhe nëse mund t'jetosh si mbret, përsëri je pjesë e vdekjes. Pra ti nëse ke pasurinë tënde, e që ndoshta me pasurinë tënde ke mundësi të blesh shumë gjëra në jetën e kësaj bote, kjo nuk do me thënë që mund ta blesh dhe me lekun e vdekjes. Sepse vdekja nuk lidhet as me pasuri, as me varfëri. Vdekja nuk lidhet as me pozit, as me rëndom që mund të jetojë njeriu. Vdekja nuk lidhet as me shumë i pasur, as me shumë i varfër, as me njeri shumë i ngritur në një pozit të shtetit, por edhe me atë që mund të jetë krejt i rëndom dhe i thjesht. Por gjithashtu vdekja nuk lidhet as me të riun, as me të moshuarin. Por edhe vdekja nuk lidhet as me të shëndetshmin, as me të sëmurin. Nga se ajo ka vetëm një destinacion, e që është pikërisht përcaktimi i Zotit xhelleshanuhu o xhellexhelaluhu. Pra mund të vdesi riu, mund të vdesi moshuari, siç mund të vdesi varfëri, padyshim se do të vdes dhe i pasuri. Siç mund të vdes ai i cili nuk ka shtëpi ku të fus kokën e tij, do të vdes edhe ai i cili jeton në pallatet më të fortifikuara dhe më të bukura e më luksoze. Siç mund të vdes ai i cili nuk ka dinar për të kaluar ditën, ashtu do të vdes dhe ai i cili ka miliarda e miliarda. Sikurse do të vdes pra ai i cili mund të jetë i sëmur, ashtu mund të vdes edhe ai i cili mund të jetë si kokëra e mollës me plot shëndet. Pra vdekja nuk lidhet me gjërat e kësaj jete. Ato ndonjëherë mund të jenë sebepe, por vdekja ka vetëm diçka ku mbështetet, dhe kjo është përcaktimi i Zotit xhelleshanuhu o xhellexhelaluhu. Prandaj jetoni si të doni,
Edhe nëse jetoni si të pasur, mos harroni dhe t'u largoheni përgjegjësive dhe obligimeve, sepse edhe si të pasur të vdekur jeni. Edhe nëse jetoni në shtëpit më të mira, nëse ushqeheni në restorantet më të mira, nëse shëtitni me makinat më të mira, kjo nuk do me thënë që jeni larg vdekjes. Vdekja mund të vijë edhe në shtëpin më të mirë, edhe në makinën më të mirë, edhe duke e shijuar momentin më të mirë. Nga ana tjetër, edhe nëse je shumë i shëndetshëm dhe nuk lëngon nga asnjë sëmundje, prej të cilës mund të marrësh shenjat se po shkon drejt vdekjes, pra mund të ndjehesh shumë i shëndetshëm, shumë i fuqishëm, nuk ndjen asnjë sëmundje në trupin tënd, kjo nuk do të thotë që jemi larg vdekjes, sepse vdekja nuk lidhet me sëmundje. Ajo mund të vijë në momentet kur ne mund të jemi shumë të shëndetshëm dhe më të shëndetshmit të jetës sonë. Pra në këtë rast, pikërisht kjo fjalë e pejgamberit alayhis salam dëshiron të na paralajmërojë se jetoni si të doni, edhe nëse jetoni të shëndetshëm, kujdes çka bëni, sepse edhe kështu mund t'ju kap vdekja. Pra, jetoni si të doni, edhe nëse jetoni si të pasur, kujdes çka bëni. Mos t'ju mashtroj pasuria për t'ju larguar Zotit të juaj, sepse edhe si të pasur fe inneke mejitun. Pra ju jeni të vdekur. Dhe nga ana tjetër, edhe mund të keni gjërat më të mira të dynjas. Mos t'ju mashtroj duke menduar se ka kohë ende kur mund t'i plotësoj detyrat dhe obligimet e mia, sepse pikërisht në këto momente mund të kap vdekja. Ti së bashku me mua dhe mbar krijesat e Zotit xhelleshanuhu. Nga se ne kemi ardhur rrugtar në këtë jetë dhe kemi vetëm një destinacion. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo gjallës, çdo gjë e cila ekziston dhe është krijes, do e përjetoj, do e shijoj momentin e vdekjes, të ndarjes së shpirtit nga trupi, për t'u ringjallur përsëri në botën tjetër para Allahut e për të dhënë llogari për atë çka kemi bërë. Prandaj, kjo fjalë, këshill, porosi e vërtet çka ja zbulon dhe e këshillon dhe e përkujton Meleku Xhibril alayhis salatu wassalam pejgamberin ton të dashur alayhis salam, njëkohësisht të na përkujtoj, të jetë këshill e mirë, të jetë një udhëzim i mirë se si ne ta ndërtojmë jetën tonë në jetën e kësaj bote, me shpresë që të dalim faqebardh para Zotit xhelleshanuhu. Kaloni sa më bukur, Zoti ju ruajt. Wassalamu alaikum.